Përshëndetje, i nderuar, nëse ka mundësi disa fjalë për këtë tubimin, çfarë ishte? Po, është një tubim i organizuar nga qytetarë tetovar në shenjë mbështetje të lëvizjes vetëvendosje në suazat të organizimit të kampanjës që po bëhet në Kosovë. Ju e dini se Tetova është e lidhur shpirtërisht dhe shqiptarët e Maqedonisë dhe në veçanti Tetova si qendër e shqiptarëve është shumë e lidhur me Kosovën. Po ashtu kemi shumë qytetarë nga Tetova që kanë në shtetësi apo prejardhje nga Kosova dhe janë votues edhe të Kosovës dhe ish kërkesa atyre që të organizojmë edhe një tubim këtu në sheshin Iliria dhe sonte patëm nderin që kemi këtu misafire dhe ushtruesën e detyrës së presidencës dhe krye parlamentarën zonjën Albulena Haxhiu. Duke dëgjuar një intervistë, duke shikuar një intervistë të bashkëkryetarit dhe kryetarit të Tetovës Bilat Kasami në Peka, emisioni i Qimpekës në Tiranë, u përmend edhe emri juaj. Për ndërhyrjen në Kosovë, kinse është ngritur një padi kundër jush e diçka e këtij. Çka ka ndodhur? Është një propagandë e papare sinkronizuar kundër lëvizjes vetëvendosje në Kosovë. Dhe po ashtu edhe vlenit këtu në Maqedoni dhe shpesh herë ato që kushtimisht thëmë janë fajtorët që ua kanë shkaktu humbjen palës oponente apostrofohen edhe pa të drejt bile me informacione aq banale dhe aq pavërteta, si që ishte edhe rasti ku u ngrit gjitha jo buj për protestën e studentëve dhe gazetarët të cilët ishin në krye të asaj kampanje nuk e dinin se ku zhvilloi protesta dhe thonin se ja lajmërohemi nga Tetova nga protesta e studentëve. Po ashtu edhe apostrofimi i emrit tim duke më lidh si shef i kabinetit me Izet Mexhitin është në sensin e asaj kampanje të paskrupullt që mundohen të përbaltin personalitete edhe këtu edhe atje, kinse ne po përzihemi në fushat të zes në Kosovë. Absolutisht unë nuk posedoj as bile as pasfordin e personal timin dhe as që merrem me ndonjë lloj kampanje, pa që kemi e thomi publikisht do të thotë ne jemi në mbështetje të lëvizjes vetëvendosje të kryeministrit Albin Kurti. Kam dalë publikisht, jemi transparent, nuk jemi nga ata që veprojmë në prapavi ose në prapasken, po gjithçka që kemi e themi me transparencë, publikisht para gjithë qytetarëve, para gjithë shqiptarëve. Albin Kurti është një flamurtar i çështjes kombëtare, jo vetëm në Kosovë, po edhe këtu në Maqedoninë e Veriut ka iniciuar unifikimin e faktorit politik shqiptar. Dhe mbar Shqiptaria ka simbol të një politikani të çiltër, vizionar, të paepur, i pa korruptum dhe gardiani i vlerave tona kombëtare. Këto ditë në Tetovë po shpërndahen shumë afishe. Edhe sot një shok mi dërgoi me njëherë disa gjithandej po shpërndahen çdo ditë afishe se po shitet Tetova, po shiten parcela, aty fotografia e Bilal Kasamit, e juaja, si shpjegoni këtë? E thash më një intervistë po e përsëris, e kanë nga zjarmia. Ata e dinë se Bilal Kasami i ka mund diher radhazi me 5.000 vota diferencë. Edhe unë qëllova ashtu mra fati që t'jem shefi shtabit në zgjedhjet e fundit parlamentare ku BDI ka humbur nga vleni 10 me di dhe nga IMLEF po shpërndajnë dezinformata. Se kush e ka shit Tetovën, zëvendës kryetari va të regoj me foto dhe me dokumentacion. Se a kam shit unë, ju jeni edhe gazetar, mund bëni edhe hulumtime, ju e dini se unë bashkëtu afer juve banoj, dhe ashtu si kam banu me qira para 15 viteve, vazhdoj që të banoj me qira edhe sot. Nuk mbulohet dielli me shosh thunë, ata duke dash që këtë punë kolosale që ka bo Bilali këtu, me shkolla, me pishina, me ujësjellës, me kanalizime, me rrugë, me hapjen e bulevardeve, me planet urbanistike, e dinë se nuk kanë perspektiv këtu dhe në zgjedhjet e ardhshme nga 5.000 ajo fitore do të shkojnë në 10.000 diferencë dhe gjikuesi më i mirë, unë mendoj në këtë rast është qytetari që zgjedhjet e kalume u dha përgjigjen
duke i ndëshku dhe duke na shpërbli neve për punën, sinceritetin, transparencën, korektsin, duke na dhënë 10 komuna dhe duke i ndëshku ato nga 14 komuna në 2 komuna. Edhe pyetja e fundit, 2 vjet po bëhen, edhe Qoku e përmendi në qeveri. Si është gjendja në qeveri? Paralajmërohet se do ketë ndryshime në kabinet? Si është pozicioni i Vlenit? Gjithmonë në qeveri nuk ka pozicione të sigurta, ka vetëm detyrime, obligime dhe përgjegjësi, dhe në sensin e përgjegjësive ne dhe bëjmë edhe rokadat edhe ndryshimet e vendeve apo zëvendësimin e kuadrave. Do të ketë rikonstruim të qeverisë. Kjo qeveri ka ecur shumë shpejt me realizimin e shumë projekteve dhe shqiptarët duhet të jenë krenar me këtë qeveri, po bëhet korridori 8, po bëhet rruga apo autostrada Shkup-Blac, po punohet në di anët e kundërta për tunelin, në fakt për rrugën dhe aksin Tetov-Prizren, po nis puna me kampin Nën Tereza dhe po bën investime kapitale në shëndetësinë e Spitalin e Tetovës, do të nisin shpejt realizimet në Kërçov dhe po ashtu ne presem që në çdo qytet shqiptar të realizohen dhjetra dhe qindra projekte. Ju e dini se ne 83 milion euro kemi investuar në vitin e fundit në komunat shqiptare. Kjo realiteti. Atëherë faleminderit për Faleminderit edhe ju. Faleminderit.